Omer vendos të telefonoj këvëllçëm për t'u interesuar për mirëqenien e saj, duke treguar se ende i bëhet vonë për atë që po përjeton. Ata zhvillon një bisedë të thellë rreth situatës së ndërlikuar që ka të bëjë me kujdestarinë e bebes së Alevit. Këvëllçëm, e lodhur emocionalisht dhe e zhgënjur nga padrejtësitë që ka hasur, ndan me Omerin shqetësimet e saj për situatën e vajzës së vogël. Ajo i tregon se po mendon seriozisht ta çojë çështjen e gjyq për të marrë zyrtarisht kujdestarinë. Omer, duke treguar solidaritet dhe ndjenjë mbështetje, i thot se do të jetë në krah të saj në çdo hap që do të ndërmarrë. Ai ofron ndihmën dhe mbështetjen e tij të plotë, duke e siguruar se nuk është vetëm në këtë betejë. Biseda e tyre forcon sërish një lidhje emocionale që duket se nuk është shuar plotësisht. Nursema kthehet në shtëpi dhe zhvillon një bisedë të rëndësishme me nenën e saj, Pembe, në lidhje me situatën e re që po propozohet nga Abdullaj. Ajo i tregon Pembe se Abdullaj dëshiron që vajza e vogël të rritet pranë tij për të shmangur konfliktet dhe përplasjet e vazhdueshme me këvëllçëm dhe Somezin. Si zgjidhje, ai ka menduar të sjellë Merin, kushërirën e këvëllçëmit, si dato në shtëpinë e tij, me shpresën se prania e saj do të qetësonte palët dhe do të siguronte një mjedis më të qëndrueshëm për vogëlushen. Mirë po Pembe reagon me kundërshtim të fortë ndaj këtij vendimi. Ajo e sheh këtë veprim të nxituar dhe të papërshtatshëm, sidomos duke pasur parasysh tensionet dhe ndërlikimet që janë krijuar midis familjeve. Meri zhvillon një bisedë të ndjeshme me Somezin, duke i treguar për vendimin që ka marrë së bashku me Abdullajin për të shkuar si dato në shtëpinë ku po qëndron vajza e vogël. Somez është skeptike dhe mendon se Pembe nuk mund ta pranojë këtë situatë lehtësisht, duke marrë parasysh qëndrimet e saj të mëparshme dhe ndjeshmërinë që ka për njerëzit që hyjnë në shtëpi. Por situata merr një këthes befasuese kur Nursema telefonon Merin për t'i komunikuar se, pas një diskutimi të brendshëm, familja është dakord që ajo të vi si dato për vogëlushen. Nursema i tregon se vendimi nuk është vetëm një gjest për të ndihmuar beben, por edhe një mënyrë për të treguar mirënjohje ndaj Alevit, e cila ka qenë pranë saj në momentet më të vështira të jetës. Somez e prekur, thellë emocionalisht nga ky lajm, ndjen një lehtësim të madh pasi më në fund do të ketë një person të besuar pranë besës së saj të vogël. Meri mbërrin në shtëpinë e Abdullajit, e mbushur me ndjeshmëri dhe përullësi. Ajo përpiqet të tregojë mirënjohje dhe të sjellë një frymë pozitive, veçanërisht ndaj Pembe, e cila e pret me një qëndrim të ftohtë dhe autoritar. Tensioni është i dukshëm në ajër, por Meri përpiqet të ruajë qetësinë. Pembe e fton Merin në një bisedë private, ku me ton të prerë i sqaron rregullat strikte të shtëpisë, oraret, qëndrimet, pritshmëritë dhe detyrimet e saj si dato. Ajo e bën të qartë se ndon se është kushërira e këvëllçëmit, në këtë shtëpi nuk ka vend për trajtim të veçantë. Pas kësaj bisede, Pembe thërret Zylkifarin dhe i kërkon t'i tregojë dhomën e punëtores së tyre, një emërtim që e godet emocionalisht Merin. Ajo ndihet e lënduar nga ky etiketim, por nuk e shfaq, duke zgjedhur të ruajë për kushtimin që ka marrë përsipër për hir të vogëlushes dhe Alevit. Vendosmëria e saj për të mos u dorëzuar e bën edhe më të fortë për sfidat që e presin në këtë familje. Pembe, ende e ftohtë dhe e rezervuar ndaj Merit, vendos t'i tregojë dhomën ku ajo do të qëndrojë. Por në vend që ta çojë në një dhomë të zakonshme, ajo udhëheq drejt një hapësire të vogël dhe të zymt, që shërben si magazina e shtëpisë, e mbushur me kuti, rroba të vjetra dhe mobilje të panevojshme. Meri e habitur dhe disi e lënduar nga kjo zgjedhje përpiqet të ruajë qetësinë. Ajo kupton qartë se kjo është një mënyrë e Pembes për të treguar pozicionin e saj dhe mungesën e besimit. Meri vendos të qëndrojë dhe të tregojë durim. Ajo nis të sistemojë vetë dhomën duke krijuar një ambient modest por të ngrohtë. Nursema, duke vërejtur sjelljen e ftohtë të nenës së saj ndaj Merit, vendos të ndërhyjë me takt. Ajo e këshillon Pembe që të jetë pak më tolerueshme dhe njerëzore në mënyrën se si e ka trajtuar Merin, duke kujtuar se ajo është aty për të ndihmuar dhe jo për të përfituar. Më pas Pembe i tregon vetë Abdullajit se Meri ka mbërritur dhe se ajo e ka vendosur në një nga dhomat në bodrum. Me ton autoritar, Pembe i bën të qartë se shtëpia është e saj dhe ajo vendos për gjithçka që është brenda saj. Ndërsa Abdullah përpiqet të ruajë qetësinë, e kupton se nuk ka shumë zgjidhje tjetër dhe pranon kushtin e Pembes për hir të vajzës së tij. Abdullah, i prekur nga situata e sikletshme në të cilën ndodhet Meri, vendos të shkojë të flas personalisht. I shqetësuar për kushtet në të cilët ajo po qëndron, i ofron një zgjidhje alternative nëse ajo dëshiron,
mund të transferohet tek dhoma e tij për të pasur më shumë rehati. Por Mary me një qëndrim të palëkundur dhe të vendosur e refuzon me delikatesë këtë ofertë. Ajo i thot Abdullahit se është e lumtur me çfarëdo që i është dhënë dhe se është gati të përballojë çdo lloj vështirësie, vetëm që të jetë pranë Alevit të vogël. Ajo shton se këtë e bën me zemër, jo për rehati, por për dashurinë që ndjen ndaj vajzës dhe për ta ndihmuar aty ku mundet. Fati i shqetësuar dhe i trazuar nga prania e Merit në shtëpi, nuk i fshet ndjenjat e tij dhe i hapet Gorkemit. Në një bisedë të tensionuar mes tyre, ai thot se vendimi për ta futur Merin në shtëpi nuk është marrë nga miratimi i gjithë familjes, por është një tjetër veprim i njëanshëm i babait të tij Abdullahit. Fati e shpreh qartë se kjo situatë mund të sjellë probleme të shumta dhe tensione të reja në shtëpi. Ai është i bindur se bashkëtesa me Merin do të hapë plagë të reja dhe mund të cënojë balancën e brisht që ekziston mes anëtarëve të familjes. Këvëllçëm dhe Somes, të shqetësuara për përshtatjen e Merit në shtëpinë e re, vendosin ta telefonojnë këtë të fundit. Ato e pyesin Merin se si po ndihet në shtëpinë e Abdullahit dhe si po shkon kujdesi për vajzën e vogël. Meri i siguron se gjithçka është në rregull. Në një moment prekës të telefonatës, Meri u tregon dhe vajzën përmes videos, duke u dhënë edhe më shumë siguri të dyjave. Këvëllçëm dhe Somes ndihen të lehtësuara që e shohin besën të qetë dhe të dashur dhe e falenderojnë Merin për përkushtimin që ka treguar. Mustafa, i mbushur me nervozizëm dhe shqetësim për shkak të qëndrimit të Abdullahit në shtëpinë e tyre, përpiqet ta shmang përballjen me të. Ai ndjen se tensionet e fundit mund të shpërthejnë në një situatë të pakëndshme dhe preferon të mbajë distancë për të mos e acaruar më tej situatën familjare. Pembe, e cila ka vënë re shqetësimin e Mustafait, vendos t'i flas me qetësi. Ajo përpiqet ta bindë duke i treguar se në jetë durimi është një virtyt i domosdoshëm, sidomos kur përballesh me padrejtësi apo zhgënjime. Për ta bërë mesazhin më kuptimplot, Pembe ndan me të një histori të vjetër nga jeta apo një tregim me mësim të thellë. Ajo i rrëfen për një njerëz të drejtë, i cili edhe pse u përball me padrejtësi, nuk reagoi me nxitim, por priti me durim derisa e vërteta dhe e drejta e tij dolën në dritë. Në fund të tregimit, Pembe thekson se gjithçka në jetë kthehet dhe se Zoti nuk e harron të drejtën, duke i dhënë Mustafait shpresë dhe një këshill të urtë për të përballuar momentet e vështira me maturi dhe mençuri. Gorkem, e mbushur me mall dhe dëshirë për të rikthyer lidhjen me Fatin në nivelin e dikurshëm, i afrohet atij me një propozim të sinqertë. Ajo i kërkon që të kalojnë pak kohë vetëm